popullit, edhe këta vërtet do dalin keq. Në opinion, edhe unë mendoj që këta kur ta fillojnë luftën, sepse zoti Kurti është i paskrupull në gjana të tilla, veç ja fillun ky rasti me Nenad Rashiqin e pom se çka ishte tani e shtyn dhunshëm zotin Rashiq të dalë ta demantoj gjëja se nuk ka thënë ashtu, apo është djerë nga konteksti, ai nuk ka folë në atë rast gjuhën shqipe. Unë e një gjuhën serbokrate dhe e kom dëgju original që ka folë zoti Nenad Rashiq dhe ai ka thënë se më ka thirrë zoti Kurti në zyrën e tim, ka thonë eja më herët sepse kam një sihareq, e kam një lajm shumë të mirë për ty, edhe që ty të favorizon të komuniteti jot. Dhe kur ka ardha i në zyre, i ka thënë që vendimin për e nënshkruj vendimin e dhënjes dhuratës të 24 hektar tokë vetëm për hatër tëndin për e bëj se për ndryshe nuk do ta bëja kur, dhe kjo e shkatërron karrierën politike. Tani po mundohen ta demantojnë, por kjo nuk do të pijuj. S'ka pas nevojë fare Kurti të futet në kësaj lloj intrigash, sepse ka qenë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe s'ka pas fare nevojë të jap atribute të tilla zotit Rashiq për ta përfituar apo për ta pasur në radhët e veta siç e kemi pa në ato far gara që bëheshin për nën kryetarit e Kuvendit të Kosovës. Prandaj presidentja nuk po kandidohet si presidente për shkak që në shtator të vitit 2024 i kishte thënë që Kurti po lund bixhës. Pastaj takimi i Davosit në bordin e Paqës. Të gjitha këto, pastaj në Washington, takimet me Edi Ramën, për kraja e madhe që Edi Rama ja bëri zonjes Vjosa Osmani. Edhe krejt këtu e kanë bërë Kurtin xheloz, edhe ai dyshon që edhe te Trumpi është pengesa kryesore zonja Vjosa Osmani, që Trumpi nuk e konsideron dhe nuk e fton asnjëherë, edhe nuk e ka taku asnjëherë zotin Kurti. Për gjitha këto, ky dyshon se prapa e ka zotin Edi Rama edhe zonjen Vjosa Osmani. Por finalja arriti kur zonja Osmani doli në përkraje të Hagës, apo doli në protestën e madhe e cila u organizu në Prishtinë, dhe krejt këto e bën se ai dyshon, është revanshist, është hakmarrës i madh, edhe nuk e lejon ai në këtë formë të sillet zonja Vjosa Osmani, dhe në këtë rast unë frigohem se edhe nga zgjedhjet e ardhshme do të kemi një rezultat të tillë që nuk do të na mundsoj përsëri dhe do të vazhdoj kriza e më të tjeshme, sepse Albin Kurti jeton në kriza. Albin Kurti nuk don stabilitet. Ai don kriza sepse është i paaft, është i pasoti, është i paten për ta udhëhequr qeverinë e Republikës Kosove edhe për ta çuar Kosovën përpara në integrimet euroatlantike. Mendoni që opozita tani do vërmend bashkohet, profesor, sepse pam që Haradinaj tha unë nuk do jep kandidat vet, po do jetë Ardian Gjini për kryeministër. Ndërkohë që zërat media dhe ne bashkë kemi diskutuar dhe shumë herë që ndoshta mund të ishte Vjosa Osmani, ai njeriu përbashkues, emëruesi përbashkët i LDK-s, AK-s, Nismës, ndoshta edhe fraksioneve të tjera, që mund të t'i bënte gjithë bashkë. Tani ka shanse ky skenar, sepse nga vetvendosja kanë plasur çarje të vogla aty. Haxhi Avdyli u largua, që ne diskutuam dhe më bashkë.